popullit shqiptar, kudo ku është, një kam për politikën shqetësir që na ka shkatru jetën. Unë kam vetëm një frikë një jetë. Frika im është mos ky njerëzim shqiptar nuk ka për të bo bashkë. Se në qofë se ne bona bashkë, i thëm kriministrit kriminal, we are Albanians, o pudalej! Shqiptar kanë dhonë prova që kanë zdu Romën, kanë zdu Turst, kanë zdu Serb, kanë zdu Grek. Jo 35 vjetë të pederast të qitë, kanë qitë krasë familje, kanë qitë fmirë. Ju pa i thirje, ju pa i thirje. Pash hatrin e Zotit e pash besimin që keni këtë shqiptar. Bohuni bashk, ato që janë televizor, ato që janë këtu, ato që janë jashtë, të bonat gjithë bashk. U bojë kjo situatë me studentat para 5-6 vjeç, edhe ne si budallej shumë negociator po me ka, me Edi Ramën. Edi Rama i lpijet me lonit gjuj, e shkel me kam të krej Shqipnin. Nuk ka negociata. Nuk ka negociata mas një politikan. Ka qeveri teknike. Du një qeveri teknike me garancin ndërkombëtare. Qofë sa është nevoja me derdë gjak si me 21 janar të 2011-ës, që kum ka politika pleher mut parin, jam i ka që me lën 4 fmin rrug, vriti mu e zoni këto plera. Në ka ardhë majt hunës, në ka flesh shpirti. Jena gati mu sakrifiku, kam vlezër shok, kam kushuri që jena gati marrë me derdë gjakun këtu, jo me lafe me televizor. O vi me derdim gjakun sot, vesh t'pink këto plera nga pushteti. Pash hatrin e Zotit o shqiptar ku të qofshim gjoni. Pash hatrin e Zotit. Mos bini viktim se politika nga ka shkel me kam 35 vjetë se ne kena ka bu në fund. Ne dimu shumë kam, shqiptarët kanë dhanë prova për menën kretë planetin, ndash Harvard, ndash Oxford, për qatë du shqiptarët janë, e din krejtë që jena. Pash hatrin e Zotit mos u dërzoni, pash hatrin e Zotit kush ka kalamaj jashtë, kush ka kalamaj që du në hik jashtë, kush ka njerës, kush ka halë si gjithë dhe të viktu. Deri sa të kemi qeveri teknike, Zoti Bekov Shqipnin, Zoti Malkov, kush e shetë Shqipnin,